Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka reaguar në lidhje me zgjedhjet e 11 majit, ku ka përmendur atë që e cilësoi Edi Berisha si trenin bullgar. Berisha përmes një video të postuar në rrjetet sociale denoncoi gjetjen e disa fletëve të votimit 11 ditë pas zgjedhjeve në një lokal në Elbasan, për të cilat ai tha se dëshmojnë për fenomenin e trendit bullgar. Përmes një postimi në rrjetet sociale, sipas Metës, ky regjim i bazuar te krimi shkatërroi standardet e zgjedhjeve dhe shtetin e së drejtës. Banditizimi elektoral, treni bullgar, shitblerja e votave, presionet për bukën e gojës, përdorimi i bandave dhe kriminalëve elektoral, parave të pistaj të trafiqeve dhe drogës, keqpërdorimi i administratës publike dhe aseteve shtetërore dhe të gjitha provat e masakrës elektorale që po dalin në dritë të diellit, të organizuar nga narkoregjimi, tregojnë qartë një tetërsi mafioz, total dhe të dhunshëm të vullnetit të lirë të qytetarëve. Ky regjim i bazuar mbi krimin që bazon çdo gjë në tetërsimin, manipulimin dhe në infiltrimin e njerëzve të korruptuar brenda opozitës, përmes mekanizmave shtrëngues të drejtësisë së re, shkatërroi standardet e zgjedhjeve, demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Betejë për votën e lirë është e pakthyeshme për të mbrojtur Shqipërinë nga gremina dhe shqiptarët, nga kthetrat e narkoshtetit kriminal. Ne nuk do të ndalemi përballë asnjë shantazhi, presioni apo manipulimi. Do të evidentojmë dhe denoncojmë çdo shkelje, çdo abuzim, çdo tentativë për të kthyer zgjedhjet në një farsë, formalitet dhe një falsitet total. Mbrojtja e votës së lirë është një mision kombëtar për të rikthyer Shqipërinë në rrugën e demokracisë së vërtetë, të shtetit të së drejtës dhe barazisë para ligjit për të gjithë. Sot betejë është mes narkokriminalëve që kanë zaptuar pushtetin dhe të drejtës së qytetarëve për të zgjedhur mes vullnetit të tyre që respektojnë kushtetutën dhe ligjin. Themeli i fitores është vota e lirë, ndaj të bëjmë çdo sakrificë për t'ia shkulur pushtetin narkoqeverisë dhe për t'ia kthyer pushtetin qytetarëve, shkruan Meta.